الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. E kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar nderuar, para disa ditësh ndodhi vrasja tragjike e imamit tashmë të ndjer, Allah pas mëshiruar. Një ngjarje kjo që e tronditi gjithë vendin dhe e plagosi shpirtin e secilit njeri të ndërgjegjshëm. Normalisht ne jemi mësuar të dëgjojmë vrasje të shumta, por kur vritet një njeri që thret për në rrugën e Allahut, plaga bëhet edhe më e thellë. Për shkak të vlerës së tij, për shkak të peshës së tij dhe për shkak të kontributit që ai është munduar që të jap në shoqërinë ku ai ka jetuar. Sido që të jetë, unë nuk do të ndalem dhe nuk më takon që ta gjykoj rastin, sepse një gjë të tillë do ta bëjnë organet gjegjëse, por do të mundohem që të nxjerr disa mesazhe, sepse konsideroj se kjo vrasje dhe vrasje tjera që kanë ndodhur dhe që po ndodhin gjatë këtyre ditëve fatkeqësisht në vendin tonë janë alarme gjithëshoqërore. Para së gjithash, është bërë shumë e lirë jeta e njeriut. Pra qasja jonë ndaj vlerës së jetës së dikujt e ka humbur vlerën, e ka humbur mirësinë, e ka humbur edhe devotshmërinë. Pra nëse deri dje jeta e dikujt është parë si e shenjtë, si e pacënueshme, sot shihet si diçka më e lirë. Normalisht kjo nuk vlen për gjithë, sepse fatmirësisht shumica e shoqërisë sonë dhe shoqërive tjera të edukuara e kanë parasysh një gjë të tillë, por vetë fakti që ka filluar si dukuri të shtohet dhe me lehtësinë më të madhe ngritet dora ndaj dikujt edhe vritet pafajësisht e pabesisht dikush, është padyshim diçka në rritje. Allahu në Kur'an thot: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima." 5 kërcënime Allahu i përmend për një njeri që vret dikë pafajësisht. Thot kushdo që vret një besimtar, pra një besimtar të rëndom, e si është fjala nëse ai besimtar është edhe thirrës për në rrugën e Allahut. Pra krimi është edhe më i madh. Kushdo që e vret dikë pafajësisht dhe pabesisht, 5 ndëshkime i ka nga Allahu. Fillimisht do të futet në zjarr xhenemit. Pastaj do të jetë përjetësisht në të, jo vetëm që do të futet në zjarr, por përjetësisht do të jetë në të, khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alayhi, edhe hidhrimi i Allahut do të bie mbi këtë person. Dhe kur hidhrimi i Allahut bie mbi një person, i bie që Allahu e largon nga mëshira e tij. Nuk ka humbje më të madhe se sa Allahu ta largojë dikë nga mëshira e tij. Wa la'anahu, edhe e mallkon atë. Mallkimi i Allahut kur bie mbi dikë, nuk pritet mirësi nga ai njeri. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, dhe përpos që
do të futet në zjarr xhenemit, do t'i ketë këto lloj sanksione nga ana e Allahut, ai gjithashtu do të ketë edhe ndëshkime specifike në zjarr xhenemit. Për shkak se e ka marrë rolin e Zotit. Sa herë që dikush çon dorë ndaj dikujt, edhe e vret dikë, praktikisht e merr rolin e Zotit në tokë. Pra ja jep vetës të drejtën për m'ia marrë shpirtin dikujt, ndonse një gjë e tillë pra bëhet nga melaçet e Allahut, por si sebeb bëhet shkak njeriu që dikush me humb jetën. Prandaj edhe ekzistojnë këto kërcënime dhe këto ndëshkime nga ana e Allahut, sepse krimi është shumë i madh. Kur robi e merr rolin e Zotit në tokë, edhe e jep vetës të drejtën, me vrarë dikë, pa drejtësisht edhe pa fajsisht, e merr ligjin në dorë, shkakton kaos në shoqëni, e legjitimon krimin përmes veprimit të tij, pa dyshim se një gjë e tillë është e ndëshkueshme. Dhe është prej krimeve më të mëdha që ekzistojnë, sepse një jetë njeriu, në qoftë se shpëtohet, shpërblimi është sikur të jetë shpëtuar gjithë njerëzimi. Por edhe në anën tjetër, nëse një jetë njeriu merret pafajësisht e padrejtësisht, është sikur të jetë marrë jeta e gjithë njerëzve për nga krimi, për nga pesha e veprimit të gabuar. Çdo vrasje është alarm. Andaj edhe me vrasjen që ndodhi tani dhe me gjitha vrasjet tjera që ndodhin, fatkeqësisht krahas pyetjes se kush e bëri, duhet pyesim edhe disa pyetje tjera. Pse janë ngurcu zemrat? Pse po shtohen fyrjet? Pse ka humbur durimi? Pse mosmarrveshjet tona më përpara zgjidhen me vrasje sesa me dialog me pajtim? Pse po ndodhin këto gjëra? Sepse janë duke u larguar nga rruga e Zotit. Wallahi një njeri që e ka frikë Allahun, që ka respekt për Zotin, që rritet edhe zhvillohet çdo herë me vetdijen se Allahu është duke e pa, duke e dëgju. Edhe nëse sulmohet nga dikush, ai nuk e humb maturinë e tij, sepse çdo veprim i tij mund të ketë pasoja të rënda, të parikuperueshme, sikurse edhe e pa. Ai ndalet edhe e mendon mirë çështjen. Ai nuk dëshiron me humb Allahun për një reagim të pamatur dikujt. Ai nuk dëshiron me humb nivelin e tij për një gabim dikujt, edhe nëse është në pyetje diçka materiale apo ku e di se çka. Është bë kulturë zemërimi dhe shpërthimi, gjë që nuk do të duhet ndodhte. Zemërimi, shpërthimi, pra impulsiviteti nuk janë kulturë e devotshmërisë. Nuk kanë të bëjnë me edukatën. Sa herë që njeriu zemërohet, nuk pritet vendim i mirë prej tij. Prandaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam kur erdhi ai djali i ri dhe i kërkoi këshill, ai u qas nga dobësia e tij, sepse ishte praktik pejgamberike që kushdo që i vinte dhe e pyeste për diçka, ai e këshillonte sipas dobësisë që ai e kishte dhe pejgamberi Allahut i njihte shumë mirë. Prandaj i tha la taghdha. Mos u zemro, mos u nervozo, mos shpërthe. Ai priti këshill shumë më të madhe. Ai priti disa fjalije, mi thon fjalë të mëdha se si shkohet në xhenet. Realisht s'ka fjalë më të madhe se sa kjo. Sepse nuk ka mbrojtje më të madhe për njeriu se sa me kontrollu zemrimin e vet, nervozën e vet, me menaxhu. Nuk ka mirësi më të madhe se sa kjo. Prandaj i tha, këshillo diçka tjetër, prapë i tha, la taghdha, mos u zemro. 3 herë radhazi e këshilloi me të njëjtën këshill, me 2 fjalë, la taghdha, mos u zemro. Pastaj e kuptoi që çështja është serioze dhe mori këshillën edhe iku. Sepse nga zemrimi nuk ka asnjë mirësi, përkundrazi, nga zemrimi vije çdo ligësi. Prandaj nuk mund gjesh pejgamber të Allahut që është karakterizuar me zemrim, me nervoz, me shpërthim. Nuk mund gjesh sahabi, shok, shoqërues profetit Zotit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë shpërthys pas udhëzimit, pas pranimit islamit, pas edukimit me edukat pejgamberike. Edhe për Omerin kur flitet, nuk ka qenë person që zemërohej shpejt, por ka qenë i drejtë, ka reagu me drejtësi, sepse ka dallim t'jesh zemrak, t'jesh person që nervozohet shpejt, edhe shpërthen pa matur, prej ati t'jesh i drejtë, sepse po t'ishe për atyre që do të ngutej, nuk ta merte nofkën El Faruk, i drejti. Pra është natyrë,
reaguese me të drejtë, por kurse si, jo shpërthyese. Pastaj e kemi humbur kulturën e pajtimit. Ma herët na e dim që nëse dy kojshi janë zonë mes vete, krejt kojshi tjerë janë mundu mu mbledh edhe mi pajtu ata mes vete. Sot fatkeqësisht ndodh e kundërta. Jo që nuk i pajtojnë, por edhe shtin mes njëri tjetrit. A dëgjove çka tha për ty? A e pe çka boni filani? Tha kështu, e tha ashtu. Hajde me i thonë fjalët e vërteta, por fatkeqësisht edhe i shtojnë, i zbukurojnë, i tjetërsojnë, derisa përfundojnë pastaj me fatalitet. Nëse dikush ka pas një hall, një problem në familje, janë mundu me zgjidh problemin, jo me ashtu problemin. Sot po ndodhe kundërta. Sot po gëzohet dikush me dikë që ka ndonjë problem familjar. Nëse dikush e ka thonë një fjalë të pamatur, janë mundu me atë i kalu, me arsyetu, për shkak se nuk kanë dashur me ul nivelin e maturisë që e kanë. Ka pas pesh fjala, ka pas pesh burrnia. Sot burrnia është me i hedh benzin problemit dhe konfliktit, sidomos përmes rrjeteve sociale. Kam përshtypjen se disa njerëz mendojnë që ajo që shkruhet në rrjetet sociale nuk merret në llogari tek Allahu. Harrojnë që edhe ajo që shkruajnë gishtat është përgjegjësi para Allahut. Do t'japim llogari. Sepse për ty mund të jetë vetëm një fjalë, por për dikë është varr. Për ty mund të jetë thjesht një shfryrje mlefi, por për dikë është tragjedi. Për dikë është pabesi. Për dikë është kurth. Për dikë është shkatrim. Sa njerëz ngelen pa gjumë natës për shkak një fjalë dikujt që i ka shkruajtur në rrjetet sociale. Sa njerëz janë nda, janë përqa për shkak një fjalë së dikujt pamatur. Andaj duhet kemi shumë kujdes. Pastaj ajo që duhet ta kemi parasysh është se trimnia kur nuk është në shpërthim. Trimnia kur nuk është në kacafytje. Kur nuk është në zemërim. E mos flasim në vrasje. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, trimi më i madh që një historia e njerëzimit dhe i papërsëritshëm deri në ditën e gjykimit. Ai trimin e ka definuar ndryshe. Ka thonë lejse shedidu bis sura'a, innama shedidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Nuk është i fortë ai që zihet me njerëz, përlahet, e vritet, e kacafytet, por i fortë është ai që kur nervozohet e përmban veten. Ç'ky është trim? Nuk është trim ai që vetëm se e këshyr dikush shtremt, mu çu mja thon 100 fjalë. Ose pse janë zonë për livadh e për sonë, ku e di se për çka. Nuk është ky trim. Trim është ai kur edhe nëse dikush e ofendon me fjalë më të mëdha dhe më të rënda, ai e përmban veten. Nuk ka njeri më të ngritur, por edhe më të sprovuar se sa pejgamberi Allahut alayhi sallam. Nuk ka. Para mendojeni çfarë autoriteti ka pas. Ka qenë i përzgjedhur i Allahut në tokë. Referenca kryesore e besimit për njerëzimin mbar në tokë. Pra, autoriteti përzgjedhur nga ana e Allahut në tokë, për fe. Megjithatë, ka ardhur bedevia edhe ja kanë gjitë për fyti, ja ka lënë shenjat në qafë. Praktikisht ky veprim është blasfemi, meriton ekzekutim sipas ligjit islam. Pse? Është cenu figura më e lartë, autoriteti më i lartë fetar, njerëzore që është pejgamberi Allahut alayhi sallam. Prandaj me të drejtë Omeri ka reaguar dhe ka thonë dani adrib unuka ya Rasulullah. Më lejo, t'ja e ki kytja Rasulullah, sepse si veprim meriton ekzekutim. Ka thonë ala rislike ya Umar, qetësoj Omer. E ka arsyetuar me ignorancën e tij, me paditurinë e tij. E ka lënë me shfrym lejfin, derisa e ka shfrym lejfin, e ka shtrënguar pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam. Pastaj pasi e ka shfrym lejfin, e ka këshilluar me fjalë më të matra. Ç'ky është trim? Nuk është trim ai që qohet edhe fjalën e keqe e kthen me të keqe. Normalisht unë e di, ne nuk jemi pejgamber. Edhe ne mundohemi vazhdimisht me i ndjek gjurmët e tij, kush më shumë e kush më pak. Por një gjë mund ta bëjmë secili prej nesh. Ta kuptojmë rrezikun e konfrontimit me njerëz. Një herë ndodhin tragjeditë, edhe nuk kthehen më. Hoxha vdiq. Nuk shkoi thjesht një burr,
shkoj një bashkëshort, shkoj një bab, shkoj një imam, një thirrës për në rrugën e Allahut. Unë personalisht nuk i kam njoft, por ata që i kanë njoft më kanë thonë vetëm fjalë të mira. Dhe nuk ka se si të mos thuhet për të vetëm fjalë të mira, sepse nuk ka njeri më të mirë se ai që thret për në rrugën e Allahut. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Asnjë thirrës nuk flet më mirë se sa ai që thret për tek Allahu. Edhe vepron vepra të mira, edhe me kënaqëri thotë se unë jam pe besimtarë musliman. Nuk ka. Po normalisht gabimet mund të ndodhin. Edhe ne si hoxhallar mund të gabojmë ndonjëherë. Pa qëllim, jemi njerëz, por kjo nuk do të thotë që ne duhet zimi mes vete. Andaj besimtarët të Allahut, ju këshilloj për hir të Allahut, sepse secili për nesh do të sprovohet ose me një koshi, ose me një shok, ose me një koleg, ose me një njeri krejtësisht pa njohur. Vjen bre, belaja vjen prej ka se pret. Mos i bani hizmet belas. Mos i bani hizmet belas. Mos u bani pishman tan jetën me bani një reagim të pamatur e me marrë një vendim të gabum gjatë një gjendje emocionale të trazume e pastaj mos me flet rahat kur për jetë. Se pastaj na dhe pendomi, pa ma nuk kthehet robi. Nuk kthehet më dami. Shkoj hoxha, s'kthehet më. Fëmijët i mbetën jetim. Unë e di që dhe ai dorasi që e ka bo, kur s'ka mundi krenar për ato që e ka bo. Mos flasim për pasojat tjera që kam i përjetu. Sepse ka projekte të njeri i devotshëm, njeri i ndershëm. Prandaj duhet jemi shumë kujdesshëm. Nëse vjen dikush edhe na cenon lirin ton, besimin ton, qetësinë ton, privatësinë ton, nëse vjen dikush edhe na nënçmon, na sulmon, na thotë edhe fjalë trona dhe mundohet edhe ndoshta edhe me çudor, tërhiqu, me mençuri, me urtësi, largoju. Merru me organet e rendit. Let merret shteti, let merret gjyqësia me ta. E nëse prap nuk mundam me marr atë që është e drejtë jone, ja lajm atij që është hakmarrsi më i mirë. Ai e din se si merr hak. Wallahi krejt bashkë më bëu, nuk mundam me marr hak më mirë se sa Allahu që merr hak. E Allahu, kur është në pyetje robi i tij sinqert, kur i cënohet ndonjë e drejtë e tij, Allahu i shpall luftë atij njeriu. Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil haqq. Kushdo që ma cënon mua një të dashur timin, thot Allahu, një rob timin, që është besimtar i thjesht, mundohet me adhuru Allahun, kërkuj s'do me i bë bela as të lashe, thot ajo është në luftë me mua. E kush mund ta fitojë luftën kundër Allahut? Askush. Prandaj ta ruajmë qetësinë, të investojmë në devotshmëri, të jemi pe njerëzve që shpërfaqim dhe manifestojmë edukat, sidomos në sprovat e mëdha, sikur se janë ballafaqimet me njerëz që nuk janë të edukuar, me njerëz që dojnë bela, me njerëz që dojnë telashe. Mos të harrojmë se Allahu thot: "Wattaqullaha wa aslihu dhata bainikum." Kini frikë Allahun edhe pajtoni njerëzit, afroni njerëzit, nëse t'jepet mundësia me thonë një fjalë të mirë, me i pajtu, me zgjidh një problem, me pajtu një grup njerëzish, apo dy individ caktum që kanë telashe, bëje se është problemi i madh tek Allahu i plotfuqishëm. E nëse t'jepet mundësia me i hedh benzin një problemi të caktum, mos e bën një gjatë tillë kurrë, edhe nëse është fjala për hasmin tonë më të madh. Sepse Allahu na teston, edhe Allahu na merr llogari për çdo gjë që ne veprojmë. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.